Pas 5 ditëve të ndeshjeve luftarake dhe shumë emocionuese, mbrëmjen e së dielës është mbyllur me sukses turneu ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2025. Finalja mes vllaznisë dhe ekipit ganez Maverick përfundoi me fitoren 2-1 të kuqebluve. E veçanta këtij edicioni ishte se krahas ekipeve të Shkodrës dhe rajonit verior, konkurrues kanë qenë edhe ekipe afrikane. Ky turneu ka një specifik tjetër në raport me turneun e moshëve të voglave, sepse ky është një turneu scoutingut, pasi ne kemi mbi 20 agjenci scoutingut të cilët janë prezente në këto ditë nga vende të ndryshme të botës për të ndjekur këtë turne. Mund të themi që kemi edhe nga Argentina scout, mund të kemi edhe nga Greqia, apo nga Nigeria, apo nga vendet e tjera, edhe po ndjekun me shumë vëmendje këtë turne për me arrit me marrë esencën e lojtarëve të cilët janë në këtë grup moshë dhe realisht janë të evidentuar disa lojtarë edhe për me tutje. Emocionet për kuqeblut janë të shumta, jo vetëm për fitimin e turneut, por edhe asaj që dhanë në fushë gjatë këtyre përballjeve. Ne nuk shohim asnjëherë rezultatin, shohim promovimin, shohim afrimin e elementeve cilësore që të shërbejmë sa më shumë rajonit, ekipe profesioniste, sepse në këtë nivel që u zhvillon këtë ndeshje është pothuajse niveli profesionist, se u pan shumë ekipe, shumë lojtarë që bajnë diferencë dhe janë pothuajse të gatshëm të afrohen në ekipet e para. Të janë aktivitete që i bajnë jashtëzakonisht mirë djemve, që na shumë e mirë që organizojmë këto aktivitete për arsye që marrim pjesë në këto aktivitete për arsye se djem mos rrim pushim kaq herët, nga që kampionati është mbyll gati para një muaji. Kjo është aktiviteti i dytë që unë ndajta merr pjesë Akademia Vllaznia në çdo rast merr pjesë në për aktivitete që të kenë sa më tepër meshë për djem, që të kenë sa më tepër minuta për djem, sepse për ne është e rëndësishme që djem mos t'i lëmë një pauzë gjatë. Kjo është trofej i dytë personal, por jam shumë i gëzuar, ishte një ndeshje e fortë me shumë emocione, ja dolme, e morëm kupën e lamë në Shkodër edhe herë.